Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Jezus Krishti erdhi në këtë botë, i dërguar nga Ati. Ai thot tek Gjoni kapitulli 3 vargu 17, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Cili është misioni i kishës në ditët e sotme? Nëse do ta bazoni përgjigjen tuaj me një studim të gjitha denominacioneve dhe organizatave fetare në mbar botën, ajo shpejt mund të kthehej në një pyetje mjaft të vështirë. Por Bibla na tregon se cilat janë qëllimet e Zotit për çdo grup besimtarësh. Pikërisht, ky është fokusi i Dr. Stanley në mësimin e sotëm, ndërsa ai vazhdon të skicojë modelin e asaj që ti beson. Qëndroni me ne ndërkohë që Dr. Stanley na mëson të dim çfarë të besojmë. Le ta ndjekim së bashku. Sot duhet flas për sistemin e besimit dhe dëshiroj t'ju jap një model të këtij sistemi. Kjo do të thotë që unë dua t'ju jap një listë me gjëra që duhet të jenë patjetër pjesë e sistemit tuaj të besimit. Pra, çfarë beson, cilat janë ato gjëra që qeverisin dhe drejtojnë stilin tënd të jetesës dhe si vepron. Do të doja që ju të mendonit për një moment për diçka. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar se çfarë besojmë unë dhe ti. Dua të mendoni për disa çaste, jo se çfarë bëni, por kush ju jeni. E dëgjuat? Kush jeni ju? Dhe ja se kush jeni ju. Si fëmijë i Perëndis, ti je një person që zotron gjën më të çmuar dhe më me vlerë në sipërfaqen e tokës. Zbulesën e gjallë të Zotit të gjithë pushtetshëm, të vërtetën si për të jetuar në këtë jetë, ashtu edhe për të vdekur. Unë dhe ti kemi Trinitetin, Atin Perëndi, Birin Perëndi, Frymën e Shenjtë Perëndi, që qëndron me ne dhe punon për ne. Ne kemi Atin Perëndi, tek i cili mund të shkojmë si fëmijë për të lutur, dhe i cili dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve tona. Ne kemi Jezus Krishtin, Birin e Perëndis, si Zotin, Padronin dhe Mbretin ton. Personi që jeton brenda nesh do të na aftësojë dhe forcojë për gjithçka. Është ai person që na ka falur mëkatet tona. Ne kemi Frymën e Shenjtë që banon në ne dhe na ka vullosur përgjithmonë si fëmijë të Perëndisë së gjallë. Unë dhe ti e dim se jemi krijuar sipas shëmbulltyrës së Tij, së Zotit të plot fuqishëm. Ne ram nga lavdia, por u falëm me anë të shpëtimin që u ble në kalvar nëpërmjet vdekjes së Jezus Krishtit. Ai thot tek Gjoni kapitulli 12, vargu 32. Dhe unë, kur të jem ngritur lart nga toka, do t'i tërheq të gjithë tek unë. Tek Romakët kapitulli 10, vargu 13 thuhet: kushdo që do ta thras emrin e Zotit do të shpëtohet. Dhe përsëri tek Romakët kapitulli 10, vargu 9 thot: sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Besoj se mbani mend atë çfarë tha Pali tek Veprat kapitulli 16, vargu 31. Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do shpëtohesh ti dhe shtëpia jote. Kudo që të shikosh në Bibël, shpëtimi është rezultat i një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin. Shpëtimi nuk fitohet me anë të veprave tona të mira. Një person mbasi është shpëtuar do të bëjë vepra të mira. Shpëtimi nuk është domosdoshmërisht të besosh diçka, por të pranosh me anë të besimit Jezus Krishtin, Birin e Perëndis. Me anë të besimit tek Jezus Krishti si shpëtimtari ynë personal, ne përfitojmë gjithë faljen. Jezusi tek Gjoni kapitulli 14, vargu 6 tha: unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje, miku im. Nuk ka rëndësi se çfarë beson, nuk ka rëndësi sa shumë përpiqesh për ta besuar atë, apo sa i mirë përpiqesh të jesh. Nëse ti nuk pranon Jezus Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin tënd, kur të vdesësh, nuk do të kesh absolutisht asnjë shpresë për shpëtim. Nuk ka asnjë varg të vetëm në Bibël që thotë se pavarësisht se ti nuk e ke pranuar Jezusin, do të shpëtohesh. Çfarë na jep ai ne? Ai na jep siguri të përjetshme. Çfarë është siguria e përjetshme? Siguria e përjetshme është puna e Zotit me anë të së cilës
Ai garanton se kur dhurata e shpëtimit pranohet, ajo nuk mund të humbë askurr. Pra, për këtë bën fjalë shpëtimi. Nuk është diçka që mund ta ruaj për shkak të sjelljes sime. Shpëtimi është një marrëdhënie. Nuk është diçka që unë besoj apo diçka që ndjek. Nuk është diçka së cilës i përkas. Shpëtimi është një marrëdhënie personale me birin e Perëndis si rezultat i besimit ton të thjeshtë në të. Kjo pra na çon në shpëtim. Fjala tjetër që do të doja ta vinit në kategorinë tuaj të besimit është kisha. Çfarë është kisha? Kisha përbëhet nga besimtarë kudo që ndodhen. Në çdo vend në botë dhe në çdo pjesë të globit, kisha, trupi i Krishtit, përbëhet nga secili besimtar. Trupi i Krishtit është ai grup njerëzish që i kanë besuar Jezus Krishtit si shpëtimtarit të tyre personal dhe tani janë bërë një pjesë e trupit të tij. Perëndia është aty në qellor dhe ne jemi fëmijët e tij. Kisha gjithashtu takohet në grupe vendase sipas vendit ku besimtarët ndodhen. Ne mblidhemi në grupe vendase dhe në organizma vendas. Pse takohemi? Për çfarë mblidhemi ne? Ne mblidhemi për ta adhuruar Zotin, për ta lavdëruar atë dhe për t'i shërbyer atij. Ne gjithashtu mblidhemi për të pranuar vizionin që Zoti na ka dhënë në mbar botën për të ndarë ungjillin e Jezus Krishtit. Kështu pra, Perëndia, nëpërmjet një organizimi të caktuar vendas, ka bërë të mundur që gjithë secili prej nesh t'i përkas kishës së tij. Kur mendojmë se cila është puna e kishës sot, arrim në këtë përfundim. Kisha nuk është vetëm një vend për ndërveprim shoqëror. Kisha nuk është thjesht një vend për miqësi me anë të gjithë gjërave që janë pjesë e saj. Kisha është trupi i Krishtit, i mbushur me frymën e shenjtë, i fuqizuar nga fryma e shenjtë në nivel grupi dhe individi. Po cila është përgjegjësia jonë? Përgjegjësia jonë është të bëjmë saktësisht atë çfarë tha Jezusi tek Mateu, kapitulli 28, vargu 19 dhe 20. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, e të Birit, e të frymës së shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Është më së qartë dhe pa më të voglin dyshim se puna dhe shërbesa e kishës është të ungjillizojë dhe të sjellë njerëz tek njohja shpëtuese e Jezus Krishtit, por gjithashtu ti dishipullizoj, ti mësoj, tu jap udhëzime dhe ti rris ata në gjërat e Zotit. Për këtë arsye, privilegji i të qenurit pjesë e një kishe vendase është një privilegj i mrekullueshëm që Zoti na ka dhënë. Aftësia për të mbledhur bashkë, për të lutur bashkë dhe për të lutur për njëri tjetrin janë jashtëzakonisht të rëndësishme në sytë e Zotit, sepse ai na ka dhënë një mision. Qëllimi dhe synimi i tij është që kisha e Zotit Jezus Krisht të shpallë emrin e Jezusit. Misioni ynë është shumë i qartë dhe puna jon akoma më e qartë. Ne nuk duhet të bëjmë ato gjëra që shpesh shkaktojnë që kisha të devijojë nga misioni i saj. Përgjegjësia jon kryesore është të shpallim ungjillin, të duam njerëzit, të ndihmojmë ata të kuptojnë se çfarë do të thotë të pranosh Jezusin, të dishepullizojmë ata, të rrisim ata, dhe që gjithë secili prej nesh të mund të shumëfishojë dëshminë tonë për Jezus Krishtin. Për shembull, në kishë ekzistojnë dy urdhëresa që ne zbatojmë. E para është pagëzimi. Çfarë është pagëzimi? Pagëzimi me anë të zhytjes është pagëzimi që jepet në shkrime, jo me anë të sipërkatis, as me anë të derdhjes së ujit, por me zhytje. Pagëzimi bëhet nëpërmjet zhytjes. Por lind pyetja, për çfarë bën fjalë pagëzimi? Pagëzimi është një pamje që Zoti na ka dhënë për të kuptuar se çfarë i ndodh një personi që shpëtohet, falet nga mëkatet e tij dhe bëhet një fëmijë i Perëndis. Ne vendosim besimin ton tek Jezus Krishti. Mëkatet tona falen dhe ne ripërtërihemi me anë të fuqisë së frymës së shenjtë që jeton brenda nesh. Ne marrim një frymë të re, një jetë të re dhe një të ardhme krejt të re. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne jemi larguar nga jeta jonë e vjetër. Ne po ecim në një drejtim të ri. Atëherë pra, çfarë bëjmë ne? Ne pagëzohemi duke u zhytur në ujë, sepse kjo është ajo që na mëson Bibla. Ne kemi vdekur për rrugët tona të vjetra, për jetën tonë të vjetër. Ne jemi varrosur me Jezus Krishtin dhe jemi ngritur për të ecur në risinë e jetës. Bota që nuk beson ka të drejtën të presë diçka të re, dhe ndryshe nga ne, sepse ne kemi vdekur për stilin e vjetër të jetesës. Jemi varrosur në Krishtin dhe jemi ngritur për të ecur në risinë e jetës. A është i rëndësishëm pagëzimi? Ai është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Përndryshe Jezusi nuk do të kishte thënë tek Mateu kapitulli 28 vargu 19. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, e të Birit, e të frymës së shenjtë. Pse? Për shkak se ai kërkon që çdo besimtar të dëshmojë të pohojë përpara botës. Unë kam vdekur për stilin tim të vjetër të jetesës. Unë u varrosa në Krishtin Jezus, gjë që do të thotë se kam vendosur jetën time tek ai.
Edhe tani unë jam ngritur nga ajo jetë e vjetër për të ecur në risinë e jetës, në plotësinë, fuqinë dhe gëzimin e frymës së shenjtë të Zotit të gjallë. Dhe tani ju mund të prisni që karakteri im, biseda ime, sjellja ime të jetë ndryshe, sepse unë kam një frymë të re, kam një jetë të re, jam i rilindur sërish dhe jam një fëmijë i Zotit të gjallë. Pra, kur mendojmë për pagëzimin, arrim në përfundim se ai është mjaft i rëndësishëm. Kur një person thotë, jam i shpëtuar, nuk jam i pagëzuar, por nuk mendoj se është i rëndësishëm, atëherë ai nuk e ka lexuar shkrimin. Pagëzimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Tani dëgjoni me vëmendje. Pagëzimi nuk ju shpëton. Pagëzimi është një shprehje e bindjes tënde. Të refuzosh pagëzimin do thotë të shprehësh mosbindje. Është një mohim i drejt për drejt i ligjit të Zotit. Ai thotë, nëse jemi shpëtuar, atëherë duhet të pagëzohemi. Dhe ajo çfarë ne bëjmë është se i deklarojmë botës dhe kishës se tashmë ne jemi një pjesë e trupit të Krishtit. Mirë, po në lidhje me darkën e Zotit, a është darka e Zotit një praktik jo e detyrueshme? Jo. Besoj se mbani mend se çfarë tha Zoti Jezus në Ungjit. Jezusi u shpreh në këtë mënyrë. Tek letra e parë e Korintasit, kapitulli 11, vargjet 24 dhe 25, ai tha në ndarjen e bukës dhe në pirjen e verës: merrni, hani, ky është trupi im që është thyer për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Kjo kup është beslidhja e re në gjakun tim. Bëjeni këtë sa herë që të pini në përkujtimin tim. Dhe me siguri ju kujtohet në kryqëzimin e Jezusit, që veli në tempull u shqye nga kreu në fund. Nuk do të kishte më sakrifica. Nuk do të kishte më shenjtore të shenjtoreve. Pse? Sepse pikërisht në atë çast, Jezus Krishti zgjodhi të vinte në jetën e gjithë secili prej nesh, që ishim shpëtuar, dhe për këtë arsye, ai thotë tek Gjoni kapitulli 15 vargu 4: qëndroni në mua, dhe unë do të qëndroj në ju. Unë po qëndroj në ju, dhe ju po qëndroni në mua. Unë në ju, dhe ju në mua. Nëse do i kujtohet, Pali ka folur shpesh për të qenurit në Krishtin dhe Krishti në ne. Jeta e krishterë do të thotë që Jezus Krishti e jeton jetën e tij në ne. Çfarë festojmë ne kur vim tek tryeza e Zotit, e cila na ofron bashkësi? Ndërsa kalojmë kohë duke hetuar zemrat tona, ne edhe festojmë kryqëzimin e tij për mëkatet tona, i cili siguroi falje për ne. Është koha për të festuar atë falje, dhe jo vetëm për të festuar atë kryqëzim, por për të festuar ringjalljen e tij dhe pritjen e jashtëzakonshme që unë dhe ti kemi në ardhjen sërish të Jezus Krishtit. Darka e Zotit është një kohë për kujtimi. Ajo duhet të jetë një kohë gëzimi dhe shpresë që shpëtimtari ynë, që dha jetën e tij në Kalvar, na ka dhënë premtimin e jashtëzakonshëm, të pandryshueshëm dhe të pakkthyeshëm që gjendet tek Gjoni kapitulli 14 vargu 3. Dhe kur të shkojë t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Kisha ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme për të ungjillizuar botën, dhe për shkak se çdo njeri prej nesh është një antar i kishës, ne gjithashtu kemi pjesën tonë për të ungjillizuar botën. Pra kemi dy urdhëresa: pagëzimin dhe darkën e Zotit. Të dyja këto janë jashtëzakonisht të rëndësishme, jo për shpëtimin, por për bindjen. Një person mund të marrë pjesë në darkën e Zotit, mund të pagëzohet edhe 10 herë, por kjo nuk do ta çojë atë në qiell. Këto janë gjëra simbolike që tregojnë faktin se ti ke një frymë dhe një jetë e re. Kur ne vim para tryezës së Zotit, ne vim me lavdërimin dhe falënderimin për atë çfarë ai ka bërë, dhe me sigurinë e bekuar që çfarë kemi nuk mund ta humbim kurrë, dhe kjo është jeta e përjetshme. Nëse po mendoni se çfarë tjetër duhet të jetë në sistemin tuaj të besimit, do të doja të shkruanit edhe një fjalë tjetër: jeta e krishterë. Çfarë mund të thuhet për jetën e krishterë? Çfarë është ajo? Jeta e krishterë është thjesht kjo: Krishti që jeton në ne dhe Krishti që e shpreh jetën e tij nëpërmjet nesh. Çfarë shpreh ai? Karakterin e tij, sjelljen e tij dhe bisedat e tij. Ata që janë besimtar janë ata persona që kanë pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tyre. Fryma e shenjtë banon në ne dhe ai është personi që mbart frutat e sjelljes së mirë, karakterit të mirë dhe komunikimit të mirë. Kështu që nëse dikush pyet çfarë është një krishter, përgjigjja do të ishte: një krishter është një person që ka pranuar Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin e tij personal dhe një person në të cilin dhe nëpërmjet të cilit
Jezus Krishti shpreh vetë natyrën dhe jetën e tij. Kur flasim për jetën e krishterë, ne mendojmë se çfarë bën një krishter. Më lejoni ta them në këtë mënyrë. Së pari, gjëja më e rëndësishme është kjo. Duke qenë se jemi fëmijë të Perëndis, qëllimi dhe vullneti i Zotit për ne si besimtar është të rritemi në marrëdhënien tonë me të. Mos harroni që jeta e krishterë është një marrëdhënie me Jezus Krishtin. Ne duhet të rritemi. Dëgjoni me kujdes. Ne duhet të piqemi edhe më tej në marrëdhënien tonë me Jezus Krishtin. Për këtë arsye, ai na thot në letrën e 2 të Pjetrit, kapitulli 3, vargu 18. Por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezus Krisht. Si duhet ta bëjmë këtë? Tu janë të përfshira disa gjëra, por dua që ju të kuptoni se nuk është e mjaftueshme të jeni të shpëtuar dhe pastaj të ndaloni rritjen tuaj shpirtërore. Sepse kjo është një marrëdhënie. Ne duhet të rritemi në marrëdhënien tonë. Duhet të kalojmë më shumë kohë në intimitet me të, ta njohim më shumë atë, ti përkushtohemi më shumë, të mësojmë të dorëzohemi më tepër atij, sepse kur ne u shpëtuam, ishim si diamantet e papërpunuar. Disa prej nesh ishin jashtëzakonisht të papërpunuar. Dhe çfarë bëri Zoti? Ai filloi punën e tij duke na pjekur, gëdhëndur, duke na bërë më të shkëlqyeshëm dhe duke punuar në jetën tonë. Si e bëri këtë? Në disa mënyra, ku pa dyshim hyn vuajtjet, provat, mundimet dhe persekutimet. A e mbani mend se çfarë i tha Pali Timoteut? Tek letra e 2 e Timoteut, kapitulli 3, vargu 12 thuhet: Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus do të përndiqen. Nëse jetoni me perëndishmëri në Krishtin Jezus, bota do t'ju përsekutoj. Për këtë arsye, jeta e krishterë nuk është një jetë e lehtë, e rehatshme dhe me kënaqësi. Ajo është një jetë maturuese, ku besimtari rritet në mënyrë progresive në ngjashmërinë e Krishtit. Kjo jo sepse unë po bëhem më i mirë, por sepse Krishti që jeton në mua dhe që jeton në ty, po merr gjithmonë më shumë kontroll në jetën tonë dhe ne po i dorëzohemi atij gjithnjë më shumë. Fryma e Perëndisë po derdhet tek ne dhe po ushtron më shumë kontroll në jetën tonë. Kështu pra, duke qëndruar të ndarë prej tij, ne nuk bëhemi më të mirë. Është vetëm Krishti brenda nesh që na bën të tillë. Cilat janë gjërat që përfshihen në procesin e rritjes kur ti mendon për jetën e krishterë dhe rritjen në Krishtin? Padyshim, një nga gjërat më të rëndësishme është fjala e Zotit. Ti nuk e për të rritur në jetën e krishterë nëse lë pas dore shkrimet. Pjetri tha tek letra e tij e parë, kapitulli 2, vargu 2. Po si foshnja të sapo lindura, të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të tij. Çfarë dëshironi pra si foshnja të sapo lindura? Qumshtin e pastër të fjalës. Çfarë do të thot Pjetri me këtë? Ai thjesht po thot se kur ti bëhesh fillimisht i krishterë, je si një foshnjë në Krishtin. Ai thot se ne duhet të dëshirojmë qumshtin e pastër të fjalës. Ai ka fjalën për ato gjëra që janë të lehta për të kuptuar. Në Bibël ka disa gjëra që janë më të thjeshta për të kuptuar se disa të tjera. Ai di se çfarë je duke bërë kur fillon ta mbushësh mendjen, zemrën dhe shpirtin tënd me fjalën e Perëndisë. Ti po nxjerr jashtë gjëra që nuk duhet të ishin aty. Fjala e Zotit është një pastrues. Bibla thot tek Psalmi kapitulli 119, vargu 11. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Ndërsa tek Psalmi 119, vargu 105 thuhet: Fjala jote është një llam në këmbët e mia dhe një dritë në shtegun tim. Kështu pra, ti do të rritesh vazhdimisht në marrëdhënien me të, duke studiuar, lexuar dhe medituar mbi fjalën e Perëndisë. Së dyti është lutja. Besoj se e mbani mend atë çfarë Pali u tha të krishterëve Kolosian. Te Kolosian kapitulli 4, vargu 2 thuhet: Ngulmoni në të lutur. Lutja është rruga për të zhvilluar marrëdhënien tuaj, duke biseduar me të, duke e dëgjuar atë dhe duke e lejuar Perëndin t'i flas zemrës suaj. Kur ti e kombinon fjalën e Zotit me lutjen, ajo bëhet një rregull në jetën tënde dhe ti do të fillosh të rritesh në jetën e krishterë. Nuk mjafton vetëm të lexosh Biblën dhe të lutesh që të rritesh në jetën e krishterë, por a e dini çfarë duhet tjetër? Gjithashtu duhet të ndash me të tjerët atë çfarë Zoti ka bërë në jetën tënde. Kur ti flet dhe u tregon të tjerëve se çfarë ka bërë Krishti në jetën tënde, ndodh diçka. A e di se çfarë? Së pari, jep më shumë miratim dhe konfirmim. Ti bëhesh më i fortë dhe më i sigurt në atë që beson dhe thua.
Perëndia fillon të punojë në jetën tënde dhe ti zbulon se një nga mënyrat më të mira për të mësuar fjalën e Zotit është të ndash atë që di me dikë tjetër, sepse ai do të të pyesë për gjërat që nuk i di. Kjo do të të shtyjë të shkosh sërish tek fjala e Zotit për të mësuar atë që nuk e di. Kështu që herën tjetër do të dish si ti përgjigjesh. Pra, ndarja e besimit është padyshim një pjesë e jetës së krishterë. Jo vetëm kaq, por edhe ti shërbesh Zotit. Dëgjoj se çfarë thuhet tek Efesianët kapitulli 2, vargjet 8 dhe 9. Ju në fakt jeni shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush. Pastaj në vargun 10 vijon: ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Leximi i Biblës, lutja dhe shërbesa ndaj Zotit janë një pjesë e rëndësishme e rritjes dhe maturimit në jetën e krishterë, sepse ndërsa mësoj t'ua kushtoj jetën time të tjerëve, unë po ndjek shembullin e Jezusit. Çfarë tha ai? Tek Marku, kapitulli 10, vargu 45, ai tha: sepse edhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Nëse dua të rritem në jetën time të krishterë, pa dyshim duhet të jemi gatshëm për t'i shërbyer Zotit. Ka shumë aspekte të jetës së krishterë, por mbani mend këtë: është fryma e Perëndisë që prodhon frute. Jezusi tha tek Gjoni kapitulli 15 vargu 4: qëndroni në mua dhe unë në ju. Jezusi është ulur në anën e djathtë të Atit, duke ndërmjetësuar për ne. Kush është ulur në zemrën dhe mendjen tuaj? Fryma e shenjtë që është e gatshme dhe e aftë për të na ndihmuar. Ai ka fuqinë për të shfaqur natyrën e Jezusit në jetën tonë, nëpërmjet çdo rrethane. Ai është i vetmi që na ndihmon të bëjmë ballë gjërave. Ai është personi që na aftëson të mbahemi fort në vullnetin e Zotit kur gjithçka rreth nesh lëkundet. Ai është i vetmi që na jep besim. Ai është i vetmi që na forcon. Ai është personi i vetëm që na jep besimin dhe sigurinë e palëkundshme që pavarësisht nga çfarë ndodh, Zoti është në anën tonë. Jeta e krishterë është një aventurë e mrekullueshme. Ajo është një udhëtim me personin e Jezus Krishtit, sepse do të thotë të ecësh për kraj Jezusit, në një mendje dhe në një frymë me të. Por jo vetëm kaq. Ajo është një shëtitje që nuk mbaron kurrë. Jezusi nuk gënjeu kurrë. Qielli dhe toka do të vijnë në shërbim të përmbushjes së çdo premtimi që ai ka bërë. Është shumë e rëndësishme që unë dhe ti të kuptojmë se për çfarë bën fjalë jeta e krishterë. Është Krishti që jeton jetën e tij në ne dhe nëpërmjet nesh, për t'i sjell lavdi dhe nder Perëndisë për jetën që ne jetojmë. Jeta e krishterë nuk është ajo çfarë bëjmë me përpjekjet tona për Zotin, por Krishti që jeton jetën e tij përmes nesh për të përmbushur qëllimet e tij. Dr. Stanley na e bëri të qartë se pavarësisht se çfarë na ka thirrur të bëjmë Zoti, Shpirti i Shenjtë që jeton në ne do të na aftësojë për të arritur me sukses qëllimin, ndërsa i besojmë edhe i bindemi atij. Është e rëndësishme që të rritemi në besimin tek Zoti. Apostulli Pale theksoi këtë në lutjen për kishën Kolosiane tek letra e Kolosianëve, kapitulli i parë vargu 9. Ai shkroi: prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju, edhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi edhe mençuri frymërore. Lutuni kështu që të esni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjellë fryt në çdo vepër të mirë, duke u rritur në njohjen e Zotit, duke u forcuar me çdo fuqi sipas pushtetit të lavdisë së tij, që të mund të keni ngul me durim të madh, si dhe duke falenderuar me gëzim Atin Perëndi që na bëri të denjë, të jemi bashkëtrashëgimtar të shenjtorëve në mbretërinë e dritës. Këtu të dashur miq kanë përfunduar dhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.